Një nga sëmundjet më të rrezikshme që mund të godas edhe besimtarin më të devotshëm, s'ka dyshim se është mendje madhësia, ose siç njihet ndryshe qibri. Ajo është një sëmundje e padukshme, por se pasojat i ka shkatrimtare, e cila e largon njeriu nga mëshira Allahu xhele xhelalu dhe bëhet shkak që ta privoj atë nga kush? Nga xheneti i mëshueshëm. Pejgamberi jon i dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të saktë i cili gjendet në Sahihul Muslim thot: nuk do të hyjë në xhenet ai në zemrën e cilit ndodhet edhe një grimcë e vogël, pra mendje madhësie. Kjo sëmundje, si tham, nuk i godet vetëm jo besimtarët. Edhe besimtari, edhe ai që bën vepra të mira mund të bie në kurthin, në gafletin e mendje madhësisë, nëse ai nuk e pastron zemrën e tij. Kjo ndodh atëherë kur njeriu fillon të mendoj se çdo sukses i tij në jetën e kësaj dynjaje, në jetën e kësaj bote, është rezultat i mendjes dhe i punës së vet, duke rrahur gjoksin dhe duke harruar se gjithçka e ka dhurat në Allahu Dhul Xhelal.